Të nderuar pjesëmarrës të Malësisë Gjakovës, Kosovës e viseve shqiptare. Është mikrofoni vetëm për kamerë. Sot jemi në ditën e 100 vjetorit të lindjes Avdirës, në ditën e 10 vjetorit të dekorimit tij si qytetar neri të Tërpojës dhe në ditën e 5 vjetorit ndarjes tij nga jeta. Me këtë rast, familja ka organizu ceremoninë e shpalimit të bustit në nder të misionarit të pajtimit edhe të paqes në Malësinë e Gjakovës edhe jo vetëm. Me këtë rast, s'pojmë lejoni t'ja fjalën Zotit shtëpisë, Zotit Zmanj. Në emër të gjithë trungit familjar të Avdirexhës, ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhjen. Në këtë ditë përkujtimore jemi mbledhur sot në perurimin e bustit të babait ton Avdirexha. Le ta kujtojmë gjithmonë si njeri i paqes për përkushtimin dhe punën e tij humanitare. Ftojmë të nderuarin kryetarin e pajtimit mbar kombëtar, zotin Gjin Marku, për të mbajtur fjalën e rastit. Urdhëroni zoti Gjin Marku. Sigurisht sot për ne të gjithë, por jo vetëm për ne, por për gjithë Malësinë e Gjakovës, për gjithë popullin shqiptar, do të shfaqet me shumë vlerë për vendin, për brezat, një simbol të cilin sigurisht do ta vlerësoj koha që vjen, ashtu si që ka vlerësuar gjithë populli për gjatë gjithë jetës së tij. Sot nuk kemi një ditë përkujtimore, sot kemi një ditë lavdie, një ditë krenarie dhe një ditë falënderimi për të gjithë ata të cilët dhanë kaq shumë për këtë vend, dhe mes tyre e më i larti mes tyre ndodhet pikërisht sot midis nesh i gjallë dhe me të gjithë veprimtarinë e tij të shenjtë Avdirexha. Avdirexha është ai person, ai personalitet, ai prind, ai misionar, ai burr shqiptar i cili do mbetet në histori, dhe për këtë dua të falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë ata që kontribuan dhe sakrifikuan për ta mbështetur në jetën e tij, familjen e tij dhe gjithë shoqërinë, dhe sot ata janë këtu të mbledhur më krenar se kurrë që patën një mik si Avdirexha, patën një të dashur si Avdirexha, patën një prind si Avdirexha, patën një gjysh si Avdirexha, por mbi gjitha një misionar i misionarve, një pris i misionarve, jo vetëm Malësisë Gjakovës, por gjithë Shqipërisë si Avdirexha. Gjithmonë qofshin e jetofshin e gëzofshin lavdin e punën e tij familja dhe gjithë populli shqiptar, gjithë Malësia e Gjakovës, dhe ju ta keni jetën e gjatë. Klerikëve veçanërisht pranishëm në këtë moment, ju uroj që kjo ditë, mes ditëve madhështore të sakrificës së tyre, Zoti t'ju bëj jetën e gjatë, e të gjithëve t'u dëgjoj sakrificën Zoti, e t'i lumturoj, e t'a ngrej lart përpara Zotit, se atje është tani në moment Avdirexha duke na parë e duke na uruar me mallin e tij për ne. Faleminderit të gjithë në emër të Komitetit Pajtimit Mbar Kombëtar që keni ardhur sot këtu në këtë ditë shënuar, jo vetëm për ne, por për gjithë kombin shqiptar. Ju ftoj sigurisht ta pjesëtarin e familjes dhe Smajlin ta zbardhim vërtet punën e bame dhe ta shohim gjithë se jam i bindur është bën punë përpara Zotit në këtë muaj shënuar të gjithë njerëzimit. Edhe ju falenderoj gjithë dhe në emër të Komitetit Pajtimit Mbar Kombëtar. Kom që lumshin e ngzime u kthefshin gjithëve. Avdirexhën cilin pe zbulojmë që tash bustin e tina, as ju, as une nuk e kena pa kur të ngjyrosur. Mund të thonë në njani nej apo nej, a i ka qenë, ka pas vetëm një ngjyrë, ngjyrën njerëzore, ngjyrën burrore. Pra na ju falënderoj të tonëve, ngzime e në të mira ja u kthefshim. Hadi Ale, så gut.
Varsågod. Ett smal del på det. Så är det då. Vet du Autorit I lumë dora se që ka vepër arti. Është vepër arti dhe arti I ka pri njerëzimit, e ka frymëzu njerëzimin dhe gjithmonë veprat e artit janë vepra arti dhe për këtë vërtet duat përgëzoj autorin që ka bërë këtë kryevepër. Aty e kemi Avdiregjën me gjithë madhështinë e tij, me gjithë dimensionet e tij, me të gjitha dashuritë e tij dhe sinqerisht ndjehem jashtëzakonisht I emocionuar për veprën e artit që ai ka bërë. Vepra e artit mbetet vepër arti dhe I shërben shekujve që do vinë. Për këtë e falenderoj shumë autorin, një vepër jashtëzakonisht e madhe që I shërben vërtet memorjes kombëtare dhe kulturës kombëtare. Edhe një herë falenderoj shumë autorin. Më lejoni t'ju përshëndes juhën radhë parë dhe familjen e Avdiregjës. Avdiregja lindin I një familje patriotike me vlera shumë të mëdha. Për zgjuarësi, për bujari, për trimëri, dhe gjithmonë trimërinë e përdori vetëm për flamur e për adhe. Avdiregja ke një burr I nderuar, ke paqësor, ke humun, dhe shpirti I tij ka qenë shpirti I fukaras. Kudha Avdiregjës ka qenë hapun për burrat e Malësisë Gjakovës, për veriun, për fukarajn, e për gjithë njerëzimin, I vetmi njeri ka qenë human, I vetmi jo, se Malësia Gjakovës ka pas burra e ka burra gjithmonë, se Malësia Gjakovës ka qenë humari, si të thuash, ku regjimi komunist, la ka balon me 700 gram bukë, njëtu kena morë bukën, njëtu kena fëtu roptan, Avdiregja gjithmonë na ka pritë, na ka për cilë. Avdiregja 90-ën u bashko me burrat e Malësisë Gjakovës e formoi misionin e pajtimit marrë kombëtar shqiptar, në cilin mori pjesë, shoh shumë konflikte, gatresa, boni shumë pajtime zgjashësh me Bajramul Osmanin, me shumë burrat Malësisë Gjakovës. Avdiregjën falenderoj prapë sot Bashkinë e Baramcurit, si dha titullin qytetar nderit, e kom kanë këtu. E kom falenderuar përsëri, e falenderoj përsëri, falenderoj familjen e Avdiregjës, si ka botua libra për ta, falenderoj familjen e Avdiregjës, që ka bo bustin pra trashëgimtarët e Avdiregjës. Unë kom me folë për Avdiregjën plot, ju falemnderi shumë për respektin që pat, dhe familja e Avdiregjës kjoshin e kujtoshin, I pa vdekshëm Avdiregja. Faleminderit Kjoshin të ruam të tonë, respekt. Nuk është e lehtë, por edhe as e vështirë të flasësh për Avdiregjën, sepse ai na I la veprat e tij të shkruame. Avdiregja, që burr I rrallë dhe I veçantë, figura e lartë patriotike dhe adhetare, ai që nderi kenaria dhe lavdia e Malësisë të Projës, njeri I mendjes, punës dhe paqes. Avdiregja që kurora e artë e pajtimit të gjashëve të qarkët Kuksit, shëmbullor dhe I pasëvendësueshëm. Ai njeri, sipas traditës zakonore shqiptare, ka zgjidhur shumë konflikte dhe ka pajtuar disa gjashë, jo vetëm Trapoj, por edhe në Shkodër, Lezhë, Kurbin dhe Kosovë. Pra, ai ishte burr I zakonit, mjeshtër I fjalës dhe me kontributa e vlera të mëdha në fushën e pajtimeve. Jeta, zemra e tij e pastër, goja e tij dhe embelësia, shpirti I tij bujar pushuan, por ne do kujtojmë gjithmonë që ti të tij burrore dhe vlerat e tij shembullore. Goja e tij, goja e tij.
Të nderuar pjesëmarrës, mirë se keni ardhur në përkujtimorin kushtuar Avdirec në 100 vjetorin e lindjes tij, të 10 vjetorit nderimit me titullin qytetar nderi Tërpojës, si dhe 5 vjetorin e ndarjes nga jeta. Avdirexa ka lindur në Armagjoka e Dbunjan e Tërpojës me 13 mars 1925. Fëmijë një familje thjesht, atletare e me shumë vojtë në malsinë e Gjakovës. Avdirexa lindi një familje thjesht tërpojane, ku ishte vetëm 3 vjeç, humbi nënën, dhe kjo do ta shtynte që gjithë jetën e tij t'u dedikojë vetëm veprave të mira dhe jetimve. Pas viteve 90, ai do të bëhej një zë i fortë në gjithë trevat e veriut dhe diasporës, një misionar paqe i cili me autoritetin dhe mençurinë e tij do të pajtonte pafund familje shqiptarësh në konflikt, të cilët prej vitesh ishin edhe në gjak me njëra tjetrën. Punoi në ndërtimin e hidrocentalit Firzës dhe Komanit. Energjia dhe pasioni, rezistenca si dhe drejtësia e tij, por me pas edhe angazhimi si misionar i partimit Gjaçeve, e bën që të ishte një në ndihmëtarët më të mëdhenj familje të goditura nga plaga e gjakmarrjes, ata të kthejnë jetën në reale, duke llogaritur me qindra njerëz dhe familje të ngujuara. Duke përdorur fjalët e tij turta, mençurinë e popullit në një parim ndukje aq modest por aq unik, nuk digjet pylli për një lis, për një gjak nuk shuhet një fis. Veprimtaria e tij misionare e partimit Gjaçeve qëndron akoma si një dukuri e pandalur në tërhet shqiptare, kryesisht në veri, për fjalën dhe kontributin njerëzor që ka dhënë Avdirexa në malsinë e Gjakovës, në diasporë, Kosovë e gjithkund. Bashkia e Tërpojës me 13 mars vitit 2015, ditën kur ai kishte 90 vjetorin e lindjes, në një festë madhe organizuar nga fëmijët e tij, i dha titullin e lartë qytetar nderi Tërpojës. Këtë titull të merituar Avdirexa ruajti me nder, duke shpërndarë dhe për 5 vite tjera nëpërmjet punës dhe kontributit të tij të ndershëm për pjekjet e pandalshme fisnike për t'i dhënë pafundësisht humanizëm dhe frymë paqe të Tërpojës. Jeta e tij u mbyll me 25 dhjetor 2019, duke lënë pas tij një emër të nderuar, veprën dhe shembullin e veprimtarisë mbërslance në përmirësimin e jetës komunitetit ku ai jetoi dhe veproi në malsinë e Gjakovës dhe kudo tjetër. Avdirexa është quajtur dhe si mbrojtës i vlerave të demokracisë. U nda nga jeta 95 vjeç dhe gjithë ata që e njohën gjithmonë kanë theksuar se mosha asnjëherë nuk ndikoi tek fjala e tij e mençur dhe tek maturia e tij. Ai vazhdoi të pajtojë Gjaçën në një zonë ku ky fenomen ka qenë vazhdimisht problematik dhe ka prek shumë familje. Avdirexa mbetet i gjallë midis nesh pikërisht për fjalën e tij të matur, turp, të mençur, dhe gjithë jeta e tij u mbështet në zemrën dhe mendjen plot dashuri, 95 vjet në shërbim të njerëzve në nevojë. I përjetshëm kujtimi, fjala, vepra dhe misioni humanitar i Avdirexës. Tani do të shfaqim një dokumentar televiziv i cili përmbledh në pak minuta veprimtarinë kryesore të Avdirexës. Të nderuar pjesëmarrës, shumë për jush në sallë, por edhe të tjerë kanë kërkuar që të flasin për Avdirexën, sigurisht në një takim të tillë nuk mund të flasin gjithë. Do të kërkojmë mirëkuptimin tuaj që gjithë folësit që do të jenë pas të jenë sa më konciz. Edhe gjatë drekë që shton familja, do të kemi mundësi që mikrofonin ta marrim në hap dhe secili mundet me shkëmbye ato përshtypjet edhe mbërësat nga bashkëpunimi dhe jeta me Avdirexën. Fjala e rastit, jeta dhe vepra e misionarit dhe veprimtarit shuar Avdirexa nga Gjin Marku, kryetari i misionit Pajtimit Gjaçë. Në të takim të rëndësishëm edhe për ne, që kemi kaluar vite krah Avdirexës, që na lanë një mësim të jashtëzakonshëm, dhe nuk dua sigurisht të përsëris as të zgjatem, sepse u tha në gjëra të mira dhe ata që kanë punuar me dokumentarin kanë punuar shumë mirë, me përgjegjësi dhe profesionalizëm dhe sigurisht kanë paraqitur atë që duhej. Dëgjova dhe fjalën e
personaliteteve, përfaqësuesve miqve të Avdis, të cilët me shumë dashuri, me shumë mend evidentuan ato vlerat, të cilat duhet ti freskonim, ti rikujtonim në këtë ditë të shenjtë. Sigurisht jam ndirë më krenar se kur pash veprën e artit shtatorën e ti, sigurisht ajo është një bust, por ishte vepër arti dhe ishte në vendin kur na ka pritë për cilë, na ka dhënë dorën atë Diregja, kur vinim dhe kur na përcil të nga kulla. Kam qenë 10 herë në atë kullë, në asë një vend në Shqipëri nuk kam ndirë atë mikpritje, atë bujari dhe atë dashuri që kam ndirë me tek familja Diregjës. Jam shumë mirënjohës familjes së tij për shërbimin që na kanë bërë dhe shërbimet që i kanë bërë Avdis në punën e tij të jashtëzakonshme dhe sakrificën e madhe. Unë desha të them se sigurisht për fëmijët që kemi këtu, për nënat, motrat, bijat, mbesat, stërmbesat, Avdi Regja mbetet sigurisht një dashuri e veçantë. Jam i bindur për këtë, sepse në gjithë bisedat që kam qenë në shtëpinë e tij më ka folur vazhdimisht për djemt, për nipa, për mbesa, për Smajlin, për Bujanën, për rejat që i shërbenin dhe që i njoha dhe ju jam për ullim me njohje. Dua të them se të gjitha u thanë, s'kan çfarë them unë aty për Avdin, nga ato që thanë të tjerët. E di se sa shumë keni për të thënë të gjithë për te, se sa falenderim keni, se sa dashuri, se sa mirënjohje dhe se sa krenari keni gjithë, ashtu si dhe unë. Dua të theksoj vetëm diçka të cilën e kam parë në jetën time prej kohës që në fëmiri që jam përpjekur të mësoj diçka nga libri e nga jeta. Në historinë e njerëzimit është një figurë shumë e lartë që do shkojnë mira vjetë do përmendet Sokrati. Ai sigurisht i përket Ballkanit, se jemi një prejardhje thuajse. Studentët e tij ishte filozofi i drejtës edhe mësues bashkëkohës i Platonit, filozofët politikës së drejtës. Sokrati nuk pranoi kur të shkruante libra. Dhe thoshte, nëse vërtet jeni të ditur e të mençur, hajde bëjmë dialog, hajde të shprehim mendimin ton, meditimin ton dhe të themi se cila është e vërteta, se ata që shkruajnë libra, ata një pjesë e madhe janë nxënës të mit, janë filozof, janë të ditur, por nëpërmjet librit mundohen të fusin edhe një interpretim që del jo nga shpirti, po thjesht nga përpunimi i mendjes. Dhe përvoja e Sokratit ishte e tillë që ai asnjëherë nuk u braktis nga studentët. Të gjithë ata që shkruajnë libra dhe Platoni nuk shkonin studentët në auditor të Sokratit që shkruante libra, të gjithë studentët shkonin dhe ndiqnin me vëmendje dhe me dashuri. Vetë jeta, momenti jetës së tij kur nuk pranoi të çlirohej nga burgu të cilin e vendosën mbretërit, sundusit edhe njerëzit e ligjit të asaj kohe, por pranoi pikërisht për një thyrje të vogël të ligjit që të pranonte dënimin me vdekje, se nuk mundet tha kurse si që të pranoi ata që lëviznin gjithë Athinën për ta nxjerrë nga burgu dhe për ta çuar në shtete të tjera, por tha unë tha pikërisht mësimi i parë që do t'i jap fëmijëve të mi le të vuajnë për të mësojnë se kur thyet ligji, njeriu duhet pranojë dënimin dhe me vdekje. Dhe Sokrati pikërisht ishte Avdi Regja, ashtu si edhe shumë shokë miq të tij. Unë asnjëherë nuk e pash Avdi Regjën të udhëhiqte e të printe pavën në mes ose përpara shokët e tij, kolegët e tij, të gjithë ata, Bajram Sulejmanin, të ndjeri në Bajram Sulejmani, Hamdi Bajraktarin, kam parë me Metalin pranë tij, kam parë Sokoldelin, kam parë sot i kemi sigurisht mes nesha dhe kanar këtu të merojnë Adem Isufin, Zef Sokolin, të gjithë njerëzit më të devotshëm për të qenë krah Avdi Regjës. Dhe Avdia
kur në kurrës nuk la tjetër mësim në këtë botë përveç se fjalës së dashurisë për njerëzimin dhe dashurisë për të mirën e vendit dhe jo për interesin e tij, jo për interesin e familjes së tij, vetëm që fëmijët e tij të rriten të devotshëm e të jenë krenar edhe shoqëria për ta. I pash edhe sot djem e Smajlit, pash takova dhe njerëz të tjerë familjes, jam shumë krenar që jam mik i kësaj familje, jam shumë krenar që jam në mes tropojës, në mes të këtyre njerëzve kaq të devotshëm për njerëzimin. Dhe kur nuk shohin interesin e tyre përpara shërbimit të njerëzimit, ashtu siç bëri Avdi Rexha që sakrifikoi gjithë jetën dhe gjithë pasurinë e tij e vunin në dispozicion të miqësisë të gjithë njerëzve që kishin nevojë dhe e vunin në dispozicion të tropojës dhe të Shqipërisë. Për mua nuk mund të them lavdi qoftë emri i tij, por emri i tij inshallah do të na prijë gjithmonë si simbol i njerëzimit dhe i vlerave që ka nevojë njerëzimi. Ju falenderoj shumë se u zgjata. Ju falenderoj shumë, ju falenderoj shumë që ma jepni këtë drejt të flas për Avdi Rexhën, jo për Avdi Rexhën, po për vllain tem. Avdi Rexha ka kënë vllau i jam, e të tonë vetë, sepse Avdi Rexha ka lënë përshtypjet më të mira, siç po e thoni edhe ju, dhe ja ka vërtetuar vetë Avdi Rexha. Kam folë edhe para lejtë aty për Avdi Rexhën, me në tonë kohën me folë për Avdi Rexhën, kena që flasin për Avdi Rexhën e për familjen e tij, por unë di me thënë një diçka. Faleminderit Zotit si Avdi Rexha ka lënë një trashëgimi të mirë mrapa dhe e kujtojnë sot Avdi Rexhën duke bashkuar gjithë burrat e Veriut nga Tirana, nga tonë Shqipnia, nga Kosova, edhe i prunë gjithë dashamirët e Avdi Rexhës, edhe jam plot i bindur se janë edhe më shumë që nështë s'kan pas mundësi më ardhë, por Avdi Rexha ka lënë përshtypjet më të mira në jetën e tij, në Malësi, në Shqipni, e ka do i kara në gjitha treva shqiptare. I përjetshëm qoftë kujtimi i Avdi Rexhës. Kjo është një gjatë të gjithë. Ju falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Një fjalë përshëndetje nga Molla Xhevati, Bubec, Malishe. Të nderuarët pranishëm, zonë dhe zotëri, e nderuar dhe shumë respektuar familja Male. Sot u bashkuam në nderim të 100 vjetorit të lindjes së burrit të madh të Trojës të Marsis Gjakovës, Avdi Rexha Malaj. Po flas për Avdi Malen, pasi pata ndelin tani personalisht plakën e urtë e të mençur pajtimtarin në Marsis Gjakovës. Atë njoftë edhe përmes të veprimtarit të njohur të kësaj pjesë të Shqipërisë, që ne ja quajmë krenaria kombiton e që është zenonalia. 100 vjetori i lindjes, 100 vjetori i krenarisë, 100 vjetori i vlerave dhe meritave të jashtëzakonshme të Avdi Rexhës. Avdi Rexha u lind dhe u rrit me aromën e burrave të mëdhenj të kombit shqiptar, siç ishin Bina Halia, Shabab Binaku, Mitsukoli, Ali Berneza, Salimoni e shumë burra të tjerë. Sa që kujtojmë Avdi Malen, na del parasysh një burr i matur, i fjalës, i besës, me një vizion të veçantë për kauzën dhe për bashkim kombëtar shqiptar. Avdi ishte i afërt me njerëz, ai ishte edukator i mirë për familjen, për rrethin dhe mbar shoqërinë. Mençuria, burreria, besnikëria ishin dhe do mbesin gjithmonë virtytet e tij në kujtesën tonë historike. Si virtyti i tij ishte uniteti dhe dashuria për ardhën, ai kishte pasion pajtimin ndër shqiptar, andaj dhe e quajshëm plak i Marsis Gjakovës. Në shenjë të kontributit të tij të jashtëzakonshëm, familja në shenjë nderimi dhe falëndrimi për figurën Avdi Rexhës, aty në vend lidhen në shaj memoriali ngritën busin e tij. Punë dhe angazhimi jetësor i vlerave të sakrificës sublime të Avdi Malës le të mbesin model gjithmonë për gjeneratat e reja të këtyre anëve. Lavdi e breshme jetës së veprës Avdi Rexhës. Respekt. Përshëndetje familja Malaj, përshëndetje pasardhës të Avdi Rexhës. Unë ndihem shumë i nderuar dhe i respektuar që mbaj të fjalë përshëndetje me 100 vjetorin e lindjes së Avdi Rexhës, 10 vjetorin e dhënies qytetar nderi dhe 5 vjetorin e vdekjes. Burrat linin dhe vdesin, pas ka burra që linin dhe s'vdek kur. Dhe Avdi Rexha është njëri prej këtyre burrave që lini dhe s'vdes kur.
si sot 100 vjet më parë nisi rruga e Avdirejës. Sot kremtojnë gjithë 100 vjetorën e Avdirejës. Nuk do të vdesin kur Avdirejëja, jetojnë mes nesh, do të jetë i gjallë. Veprat e tina uroj që të shërbej për familjen e Avdirejës, për gjithë malësinë e Gjakovës. Uroj që nisë me Avdirejës, si misionari i pajtimit të gjaqeve, na shoqërojnë të gjithëve si shembull i mirë dhe duhet vazhdojmë ta njekim këtë rrugë. Ju falenderit të gjithëve, i përjetshëm qoftë kujtimi i Avdirejës, Zoti ju ndëroj familjen e Avdirejës, Zoti ju ndëroj. Falenderit. Sot është një përkujtimore për një burr të shquar, një familje të nderuar, patriotike, me vlera, në luftrat për liri e pavarësi, gjatë luftës antifashiste nacional shqiptare, ku familja e Avdirejës ishte ndër bazat më të rëndësishme të kësaj epopeje të lavdishme. Avdirejëja është ai burr me virtyte, një burr shumë gjymer. Ne, si organizat veteranësh, e kem pas në gjirin tonë derisa u shkëput nga jeta. Ai na ka shoqëruar gjithë me vërtarit dhe është për të bërë përshtypje shumë. Zgjuarësia e tij, kujtesa e jashtëzakonshme e këtij burri, aftësitë e tij për të mbajtur mend historinë e lavdishme të malësisë të Kosovës, fliste për heroj, për dëshmorët në aktivitetet tona. Dhe ne ndjehemi të nderuar si një burr si Avdirejëja, është popularizuar kaq shumë siç e shohim edhe sot. Ai pra është i gjallë sepse jeton veprimtaria e tij shumë e dobishme që na sjell mesazhe të sotme që kemi aq shumë nevojë për të forcuar unitetin, për të harruar atë kaluar të zezat që ka kaluar, vështirësitë e tjera, por të vështrojmë përpara me unitet, me atë dhe dashuri, si që kishte Avdirejëja. Ju falenderoj gjithëve. Të nderuar pjesëmarrës Malësisë Gjakovës, të nderuar të ftuar nga mbar fiset shqiptare, duke shprehur mirënjohjen për pjesëmarrjen dhe respektin tuaj në këtë aktivitet, unë si pjesëtar i trungut familjes Avdirejës, nuk di çfarë të them më shumë se çfarë është thënë edhe po thuhet në këtë takim. Avdirejëja lindi me 13 mars të vitit 1925 në fshatin Markaj, djali i parë i Rrezh Mehmetit, në një familje të varfër nga ekonomia, por edhe të varfër nga mashkujt. Në moshën 4 vjeçare, mbeti jetim pa nënë dhe u rrit në kujdesin e tjatit, që në moshë të re u përball me punë të vështira dhe u kalet me gjitha llojet e punëve brenda dhe jashtë shtëpisë. Duke qenë se jati i Avdis ishte ndër burrat e mençur dhe me autoritet në Malësi, shtëpia e tij shërbeu si oda e burrave, ku burrat e Malësisë mlidheshin, diskutonin për problemet e kohës. Avdia shumë i ri u shërbente deri në orët e vona të natës. Bisedat që bënin burrat e Malësisë për Avdin ishin leksionet më të mira, shkolla më e mirë ishin universitet për ta, të cilat shërbyen për formimin e personalitetit në dallim nga moshatarët e tij. U rrit Avdia u martua në moshën shumë të re, rreth 18 vjeç, dhe nga kjo familje e re lindën dhe u rritën 6 djem dhe 4 vajza. U rritën me shumë mundime dhe me fukarallëk, si gjithë bashkëtarët e tij. Avdia në gjithë kalvarin e vujtje fizike, por dhe psikologjike, nga lufta e klasave të regjimit të kaluar,
njeu edhe dhimin e madhe për vdekjen e 3 djemve dhe 3 vëllezërve, të gjithë në moshë shumë të re nga 50 deri 55 vjeç. Por ai nuk u përkul asnjëherë, duke vazhduar me ngul mësimet e fituara në Universitetin e Sobës së Burrave. Ai u bani smetar dhe prish për pajtimin e gjaqeve dhe ngatresave, duke kryesuar sa ishte gjallë misionin e pajtimit në Malsinë e Gjakovës për dhe jashtë saj, në Kosovë, në Shkodër, Visë të tjera. Avdi Rexha ishte njeri me shpirt të madh, shumë i ndjeshëm për çdo fatkeqësi, për çdo ngatresë apo problem shëndetësor që mund të ndodhte ndonjëherë. Nuk ka shtëpi në Malsinë e Gjakovës që ka pas fatkeqësi e të mos ketë shkuar Avdia për ngushëllim e për të lehtësuar sa të pak dhimet e tij. Ai kishte parimin dhe thirrjen, ku ka një ngatresë të shkojmë me një kovë ujë, të shkojmë zjarrin asaj ngatrese. Në misionin e tij, Avdi Rexha ka pas mbështetjen e pakërcyer të Komitetit Kombëtar të Pajtimit dhe zotin pajtimit, të cilët ja kanë lehtësuar misionin e tij humanitar. Në rrugtimin e tij të fushën e pajtimeve ka pas ndihmën e vazhdueshme të pakërcyer të Zenon Alis, i pranishëm Zogaj, Shaban Zmail Margjeka, Hamdi Baraktarit, Mehmet Alis, Sokol Delis, Bajram Sulimanit, Tadem Isufit, Zef Sokolit, e shumë të tjerë nga Marsia, Kosovë dhe Kazhini. Për këtë ndihmë u shprejmë respektin dhe menjojnë më thellë. Besojmë që respektin për këtë ndihmë do ta mbajmë përgjithmonë djemtë dhe nipat e Avdi Rexhës, me shpresën se rrugën e tij do ta vazhdojë siç po vazhdon djali i tij Zmail Avdia, që i ka për kushtimin për të gjitha mundësitë në këtë drejtim. Edhe një herë shprejmë respektin dhe menjojnë për gjithë ju pjesëmarrës në këtë takim. Me njohje Bashkisë Qytetit Baremçuri për vlerësimin me titull gjyqtar nderi si sot 10 vjet më parë, si dhe me njohjen e nderit të akorduar nga Bashkia Baremçurit, Avdi Rexhës. Këtë vlerësime janë obligim për zotin për leje që veprën e tij ta vazhdojë të çojë atë faleminderit. Duke ju përshëndetur të gjithëve për mirëseardhjen në këtë përkujtimore 100 vjeçare të babait ton, të njeriut tuaj të Malsisë së Gjakovës, më lejoni që sot jam drejtuar në një mënyrë tjetër babait tim, nëpërmes një letre, nëpërmes një improvizimi si vajza me babën. Faleminderit të gjithë. I dashtun bab, akripat e orës i prita mram, sa ashtu bab me pa të thanë. Në qofshë gjallë, ma mirë dhe t'ishte. Në shekullin tonë bab në 100 vite. Dhe pse si e sot fizikisht, kanë ardhë shok të afërm e miq. I gjalli e sot, midis nesh, krenaria për ty bab, po flet. Mirë se erdhe sot në 100 vjetor në shekullin e lindjes tënde bab. Sot të shamangat se kur, në këtë 100 vjetor, ku e mbushe plot histori, krenari e lavdi. Sot, asun nuk jam si për isha dje, kur përpara meje me del figura jote, të preki e pa shmangshme në këtë 100 vjetor, në shekullin tanë të vuajtjes dhe të krenaris. Mirë se erdhe me distan këtyre njerëzve që i bashkove sot për të fole biseduar me ty, bab, për të marrë në gryk, e për të kallëzuar se shekulli yt nuk ishte i kollajshëm, por e sfidove me mençurinë, me urtësinë e kohës, ashtu si shtojshë për herë. Nuk duhet përsëritet koha që ka shkuar, por gjithçka të marrin me vete. E njerëzit nuk duhet të gjykohen se e tillë ka qenë vet ajo. Ti bab sot jemi disnesh, na ndëgjon, por nuk flet. Sepse do me qenë po ashtu si që ti ke dash të jesh, edhe i heshtu në burnin e malsorit të këtyne bjeshkve kreshnike. Ba, sot duhet të krenosh ma shumë se as njëherë tjetër, me djemë të vajza që i lem rapa, me mbesa e nipa, që lavdin tënde po mundohen të mbajnë e të vazhdojnë aty ku ti i le themelit e ngrituna,
për të ndërtu muret e për të ecur përpara lavdis dhe krenaris, ku si shenjë simboli i kësaj lavdije të ngritën bustin tonë në këtë 100 vjetor të ditëlindjes, që ti bab të jetosh i gjallë midis nesh, midis këtij komuniteti, midis bujanit historik në zemër të Malësisë së Gjakovës, krenar, ku dyrët e kullës tande kur së mshelen asnjëherë në asnjënën epokë të shekullit tanë. Bab, sa shumë kam me folë me ty e për ty, sa mal të derdhën mbi atë bust të ngritur nga djali yt Zmaj Lavdia, me djemt e nipat e tu që u adërzove qetësin e lavdis, e shumë krenar sot ecin në emrin e pleqnis, mençunis e krenaris tande. Kjo dit në asoli pranveren, e bashkë me pranveren edhe dhe babi dashton, e ule përsëri konkreq në odat e tanë malësorve si mas zakonit e traditës së malësorit. Bab, themelit e trojeve tona mbajnë lavdin tande, emnin tanë gjithashtu dhe gjithë shka që ti ke lanë dhe ti mbërmbajtën e trashëgun e breza, ashtu si që pëndodh edhe sot në këtë përkujtimore shekulloren nga djemë dhe nipat e tu që dhanë e ban gjithë shka që ti bab të jesh krenar edhe atje ku prejesh në jetën e përjetshme. Bab, kjo letër sot e kjo bised e improvizuar nga unë nuk dua të mbarojnë kur, por ashtu si që na ke mësuar që të heshtim përpara se të flasim, të ndigjojmë e të presim, të flasim e të japim mirësin nga vetja jonë, ashtu si që ishit edhe ju në misionin tuaj fisnik mbi 2 dekada. Ashtu si fjala e vepra jote fliste gjithmonë për bashkimin kombëtar, ku vetë ju e thoshit me të madhe, se ne jemi Malësia Gjakovës, e ndame mes përmesit dhe duhet të jemi në sofrën e margëzën e madhe të Gjakovës heroike, ku lindi dhe rriti Bajram Currin e ne të tanë krenohemi me figurën e ti patriotike dhe abetare. Bab, ti na mësove të jemi si ti, të punojmë e të jetojmë me nderë, të thjesht plot vitalitet, jo veç për veti, por edhe për të tjerë që kanë nevojën tonë ashtu si që punuam dhe dhamë të gjithë së bashku. Bab, ti na mësove të përballemi edhe fatkeqësive, si jo të pakta ishin në trojet tona, ku jeta nuk t'i kursej me vdekjet e 3 djemve në moshën më të mirë të jetesës, ku i përcolle me dignitet ashtu si që ditë ti, të pritet të përcjell me burni e kur së pa u kush lotin në synë. Bab, gjithmonë ke hap derën e shtri dorën e pajtimit në misionin tanë, duke na mësu që misioni pajtimit s'ka parti, s'ka fe. E feja për ty bab ka qenë e shenjtë si vllaznim midis tyre, ku në familjen tënde ke plot mesa e nipat të feve në një harmoni të plot më shumë se ata që përkasin atyre feve. E për këtë bab është krejt merita e jote që kur nuk përbuze, por i ke dasht e respektuar ashtu si që ti dije dhe i njifje njerëzit e tu të afërt. Bab, na thoshe se nuk ka njeri në këtë botë që s'ka nevoj për njëri tjetrin, e këta të tjerë duhet jeni ju, ku emri juaj të vlerësohet jo prej jush, por prej atyre që ju i keni pa dhe ndihmuar. Bab, edhe pse me pak shkollë, ti ishe vetë shkolla jetës, të cilën edhe më së mirë në leksionet e tua fakulteti gjatë rrugës së saj. Diplomat e shkollës tande do mundohem t'i kapim edhe ne, t'i përvetësojmë dhe ne pasardhësit e tu, ndoshta jo aq shumë rezultate sa ti dhe si ti prisi fisnik e fistar të shekullit, por si literaturë e mirëfillt e njerëzve të mençur të fjalës vepres mirësisë e humanizmit. Bab, ti na mësove gjithçka, vetëm nuk na mësove se si të mësomi me mungesën tënde. Bab, me lejon që sot të drejtova me këtë letër në nder të 100 vjetorit të lindjes dhe të vjetorit të marrjes së titullit qytetar nderi i Tropojes dhe i kësaj malësie që ti i deshte fort dhe kur nuk u dorëzove, por edhe vetë malësia të deshti fort. Në përkujtimorën e 5 vjetorit të ndarjes nga jeta, në emër të simbolit të krenarisë dhe venin e busit përpara dyrëve të mëdha të shtëpiave dhe kënaqeve tua që i përjetove vetë, duke thënë të mbahen hapën ashtu si që ka qenë dire akullës dhe kalastan dhe që ndërtove në vështirësitë e dukshme të kohës. Dhe në emër të faqeve të librit që të shkrua me lavdin tënde, në emër të krejt misionit dhe misionarve që keni dhënë së bashku në kontributin e pajtimit mbarkombëtar, në emër të familjes së madhe dhe të fisit të madh të Ama Gjokaje, në emër të gjithë atyre që u gjende afër në të mirën e të keq
në emër të gjithë Kosovës, që ishte pjesë e pandashme për dekada me ty, e në emrin e të gjithë malësorëve dhe shqiptarëve kudo që ndodhen në diasporë apo në vende të tjera, që mendove t'u hapje rrugën për t'u larguar në të drejtat e jetës, për të jetuar larg konflikteve e halleve, që ndoshta t'i kanë paraqit gjatë viteve të tranzicionit të kohës moderne të demokracisë së prisht. Na lejon bab që ne të jemi zani yt i fuqishëm, që ti babi dashton të jetosh gjithmonë i gjallë në emrin dhe lavdin tënde në breza me radhë. Faleminderit bab që na le rrugën e shtruar me tapetin e krenarisë tënde. Duke ju falenderuar të gjithëve në emër të babait ton të nderuar, emër për emër, që nga i vogli deri te më i madhi që nderuat këtë përkujtimore shekulli me pjesëmarrjen tuaj të ardhur nga të gjitha trevat shqiptare këtu në malësinë e bukur të Gjakovës për të lënë radhën Akademisë Misionare Avdiregja, mbas disa ditësh ku do të mbahet në Tiranë Internacional në emër të Komitetit Mbarkumtar të Pajtimit, në nder të 100 vjetorit, shekullit të lindjes së tij, duke qenë zëri i Avdiregjës, ju të nderuar bashkëqytetar, malësor dhe jo vetëm. E të gjithë ju si e keni njohur dhe jetuar afër dhe larg tij. Nuk po them bab sa të kom dasht. Unë po të them se fort të dua 100 vjetorin sot ke ardhur bashkë me ne, me bisedua. Lavdin tënde do ta mbajnë sa shkollaj lavdi me pas. Sa i madh është emri bab, letë si plagësh deri në palc. Të nderuam që morën rrugët. Babën ton për me nderu amanetin sot përcollëm 100 vjetorin me kujtu. Ju falenderit të gjithë. Babë, më erdhen brëm, do shta dhe sonte. E din apo jo, është datëlindja jote. E që mund të bëj valë ty për këtë datëlindje? Pikuart e varrit të thur urime. Kurët mund të lvizin vetëm atë ditë, të shkojnë pak më tutje se t'i bëjnë 100. Mbi gurin e varrit shkruhet emri jot. Për ty veç datëlindje, për jetë e për mot. Për mbi lart në qiell, shikon e vërton. Emrin krenari, për ty gjithmonë ron. Bravo!
Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar përfaqësues të familjes së madhe të Avdiregjës, të nderuar autoritete dhe përfaqësues institucionesh të qytetit heroik të Bayramsurit dhe të mbar malësisë Gjakovës. Sot jemi mbledhur në këtë ditë të bardhë për të kujtuar dhe promovuar veprën e një burri të shëndritshëm me një rëndësi të gjithmotshme të fjesnikut Avdiregja. Shpesh herë gjatë historisë tonë, Zoti na ka dhuruar njerëz të fuqishëm me mendje dhe shpirt të bukur që na kanë udhëhequr drejt dritës dhe kur nata kishte mbuluar gjithë tokën tonë të shtrenjtë. Patrioti Avdiregja nuk ishte thjesht një burr që i tha jo urrëties, por ishte një vegan që veproi fort që çdo jetë të shpëtohet, çdo shpirt të shërohet dhe çdo zemër të pajtohet. Avdiregja heci me hap të madh dhe të guximshëm. Çdo moment i rrugtimit të tij na tregon se sa të përgjithshëm duhet jemi për brezat dhe se sa rëndësishme është ta mundim brenda shpirtit tonë zemrimin e ta zëvendësojmë me muzën e ëmbël të paqes. Avdiregja shkundi me 100 vjetër dhe në vend të plagëve zgjodhi të dhuronte lule e të tregonte se brenda qenies njerëzore ekziston një urë e lartë që mban një dritë të përhershme ndezur. Lavdi o burri i madh i mallësisë Gjakovës dhe kombit, bekuar qoftë vepra jote. Një përshëndetje të shkurtër nga drejtoresha e bibliotekës Agim Spahiu Kuks, zonja Aida Muja, së bashku me vajzën e vet Anjeza Muja.
Në emrin tim Aida Muja, vin nga qyteti i Kukësit si përfaqësuese e bibliotekës publike Agim Spahiu. Është shumë emocion dhe tepër kënaqësi e veçantë të marrësh pjesë në këto aktivitete që me të vërtet na sjellin pothuajse para të gjithë ato karakteristika që i karakterizon gjithmonë si popullin e Kukësit, ashtu dhe tropojën, ashtu dhe malsinë e Gjakovës. Unë dua t'ju përshëndes vetëm anti një poezie që më të vërtet edhe mua më duket shumë relaksuese, duke u shërbyer edhe juve në të gjitha ato momente që do të na dëgjojnë nëpërmjet kësaj poezie, duke vënë në pa të gjithë bujarinë, unitetin, harmoninë, dashurinë dhe gjithçka të bukur që e karakterizon popullin ton kuksian, tropojan dhe njëkohësisht marksist Gjakovës. Të dua vendi im, të dua për ujin që gurgullon në krua, të dua për ato fusha e kodrina, për të bukurat që mi kej në këto lëndina, të dua për kaltërsinë qiellore, për tokën e bukur pjellore, të dua për ajrin e freskët që më dhuron, për aromën e luleve në kopshtin që përshkon, të dua për detin e bukur të pahan, të dua për nën tokën e pasur me xerore krom, të dua për bjeshkët e larta me borë, të dua forcë se më je lule kuror, të dua për bukurinë natyrore që Perëndia t'i dhuroi pror, të dua për njerëzit e mirë që ke, të dua me shqipen që fluturon mbi atë dhe ky libër që kam në dorë duke falendëruar të dy autorët, Esat Bityçin dhe Agroni Saxhedia, do të gjej vend në radhën e bibliotekave, të institucioneve kulturore, në radhën e çdo eventi, të cilët do të shërbejë brezave të rinj, të pasionuarve për librin dhe njëkohësisht për të treguar qartë figurën e shquar të burrit të ditur Avdi Rexha, që do të na kujtojë se historia e këtij kombi nuk është vetëm historia e së shkuarës, por edhe ajo e së ardhmes që jemi të detyruar të ndërtojmë me shumë vlerë. Edhe një herë, ju respektoj, ju falenderoj, mirënjohje dhe respekt për gjithë. Të nderuar familjarë të Avdi Rexhës, të nderuar klerik pjesëmarrës në këtë takim, motra dhe vëllezër, jam i nderuar që marr pjesë në këtë ceremoni të organizuar nga familjarët e Avdi Rexhës, burrit malësisë Gjakovës, i cili ishte një nga njohësit më të mirë të drejtës zakonore për malësinë e Gjakovës. Pa dashur përsëris parafolësit, Avdi Rexha nuk kishte universitet, por Avdi Rexha u rrit në institucionin e odave të burrave, e cili është një nga universitetet më të mira për malësinë e Gjakovës, malësinë e Hasit dhe malësinë e Lumës. Duhet falenderoj nga zemra autorët e librit, të cilët lënë diçka për brezat e ardhshëm. Avdi Rexha, unë e kam njoft, më ka respektuar, më ka dashur si me qenë pjesë e familjes Rexha të Ahmadjoka, por ishte njeriu që edhe në librat e shenjtë është shënuar që është i nderuar nga Zoti, si në Bibël dhe në Kur'an, gjithë ai që promovon paqe, gjithë ai që mbjell vepra të mira. Prandaj, duke mos u zgjatur, vepra e Avdi Rexhës është ndër breza dhe është detyrë e brezave që këtë ta çojnë më tej. Faleminderit edhe një herë dhe i pa harruar jeta dhe vepra e Avdi Rexhës. Faleminderit. Do të aftoj bashkëautorin e librit, zotin Xhedia. Nuk do flas si bashkëautor, por si doja e Avdi Rexhës. Ata pak veta që më njohin si doja e Avdi Rexhës, janë pjesa më madhe që më njohin, se Agroni Xhedia nuk e dini se po se janë të gjithë, sepse kanë në shkollë gjeneratat, por du me thonë këto, që unë jam një nga dërit e tij, jo më i miri, po më dha fjala koha me fol. Më të mirë kanë ik, tjerë më rrethojnë më të mirë se sa mua. Por do të them se Avdi Rexha ka qenë ai person dhe personalitet i cili me fjalën e tij, me koj, por parazitash parandaloj. Dhe kjo është vepra më e madhe e cila nuk shifet dukshëm, por është më e madhe e vepër. Ai lindi dhe u rrit si Feniksi, nga një i thjesht dhe u bën personalitet. Ai u bën një kryeurtak. Dhe si till, si doj ti, është krenari për mua që normalisht ai personalitet na përket i pjesë edhe ne, përveçse vet edhe dajve në tij Bityçit. Si e tillë domani u falenderoj gjithë ju pjesëmarrësve që morët pjesë në këtë ditë përkujtimore dhe u theshin vetëm për të mira e përgëzime. Ju faleminderit.
Ftoj zotin Azgan Haklaj, kryetari i Unionit Bashkëkombëtar të Kombit Shqiptar. Të nderuar pjesëmarrës, të dashur vëllezër motra, të nderuar familjar të familjes Malaj, faleminderit për ftesën. Jam shumë i nderuar dhe i respektuar që ndodhem sot këtu në ditëlinjen e mikut tim Avdi Rexhës. Në betejat e mia me regjimet, aty kam gjetur strehen për të mbrojtur nga sulmet e regjimit. Miq të nderuar, kur erdha këtu, 3 miq të Avdi Rexhës më thanë për të përcjell një mesazh në këtë ditëlindje, pra 100 vjet për një ditë. Ramush Haradinaj nga Kosova, mik i Avdi Rexhës. Ali Ahmeti nga Maqedonia, i cili bëri të mundur shtatoren e Tahir Sinanit në qytetin e Bajram Curit. Një mik tjetër nga Mali Zi, politikan, diplomat, ish ministër, ish deputet, mik i Avdi Rexhës, Ferhat Dinosha. Vëllezër dhe motra, dëgjova fjalë të bukura, brillante, që janë fjalë më të mira që thurin një kartelin për ditëlinjen e Avdi Rexhës. Sigurisht ato janë buqet me lule tek shtatoria, tek busti i Avdi Rexhës dhe falenderoj e shprehjen time më të thellë atyre që kontribuan për ta derdhur në bronz veprën e Avdi Rexhës. Njeriu kur kalon në atë botë, në botën e përtejme, lën 2 gjëra këtu: veprën dhe familjen. Avdi Rexha në la një vepër madhështore, në la një familje të mrekullueshme dhe respekt të mirënjohje për të gjithë familjarët e familjes Malaj. Një shkrimtar i madh thotë, dua të bëj një shërbim të madh ndaj Dheut, pastaj le të vdes. Avdi Rexha ka bërë një vepër të madhe. Ai na la një vepër si testament për pasardhësit e tij. Ishte simboli fjalës urtë të mençur. Urrejqen dhe mbolli midis njerëzve paqen dhe dashurinë. Avdi Rexha ishte një figurë unike, universale dhe sigurisht sot çfarëdo që të themi për të, natyrisht nuk mjaftojnë fjalët për të përshkruar veprën e tij në shërbim të malësisë së Gjakovës. I përjetshëm kujtimi i Avdi Rexhës, lavdi i veprës së tij, faleminderit, respekt e mirënjohje për familjen e madhe Malaj. Të kisha ftu zotin Adem Sufi për një fjalë, shkruajt përshëndetje. Në rastin këtë ditë të mallnoshët bekome e marrë pjesë në inaugurimin e 100 vjetorit të nderumit Avdi Rexha. Me thonë që është e vërteta me folë për mresat e tia, për veprat e tia, folën gjitha të mirënjohje që u dhanë për te dhe janë dhanë vazhdimisht para sotës. Unë falënderoj me gjithë zemër Smajl Avdin, me djelët e ti, me trungën e ti, për këtë vepër bujare që ka vepruar sot para gjithë këtëre burrëve të farë fisit ti. Dhe më thonë, si kur ja barris dikuj zoti me në të shqiptarë mrapa, duhet dihet për gjithkuj sa nuk dhe skur, jetën i gjallë. Dhe nësajet zotit e kësaj veprës që kënë të banë trungoj i Avdi Rexhës, ma dërmenja se nuk do të harrohet kur emri ti. Avdi Rexha, inshallah, ashtë në xhenet, por 16 vjeç është njoftë të shtëpia jeme, në shtëpinë e Yusuf Hasanit të ushtrejt postëri. Aja shka një burë, se nuk duhet me thonë se u thonë mirënjohje për të gjithë fare, pa është ka një burë i njoftën të në krajinat, qysh me marë malësit male, edhe dërë të kalojmë në trojet tona shqiptare, ku do sikëna. Avdi Rexhën e ka falë zoti një yll dritet
ka do ka si ka ecë, ka do si ka shku, ashtë kanë një rrezë e djelit, bo po, kudo si ashtë kanë. Fjallët e tia, punët e tia janë kanë model të traditave të traditave të krahinave të Malësive të Gjakovës, po dhe të krahinave të jashtë të veneve të tjera. Model burë, model i veprave. Pra nej, njeriu të ikun të gjitha punët, vetë veprat jetojnë, tu i kanë i shpresa e madhe e trashkimitarëve të tia, si shqysyrt, malli Zoti paskalon, edhe po i njofim sot të tanë. Nuk punë në me thonë kurin, mirë njohi ma të madhe se u thonë për te. Por ma do në menja si mirë njohit e tia, do t'jenë busra për trashkimitarët e tia dhe për tonë një si një gjonë për drejtim tjetës, sepse veprat e tia mirësi, janë madhështi, janë burnore, janë fizike edhe janë kombëtare. I shodha për që Zotin Gjenet, të kolla për gjime të të një. Pjesëmarrës nderuar, koma përpara, kryetari i Bashkisë të Tërpoj, Zoti Rexh Viveri, i ka akordu mirënjohjen e madhe të Tërpojës, Zotit Avdi Rexha. Më lejoni ta lexoj motivacionin. Personalitet me autoritet e kontribut në komunitetin e Malësisë Gjakovës, për ruajtjen dhe përtritjen e vlera më të spikatura të saj. Burri menjes, fjalës surt, emisionari palodhur, pajtimin e gjaqeve dhe konfliktin të Tërpoj e më gjerë. Bashkangjitë edhe me një letër që më lejoni ta lexoj së shkurt. E nderuar familja Avdi Rexh, miq, dashamirë bashkëqytetarë të Tërpojës. E përjetoj jo mirë pamundësinë time objektive për qenë prezent fizikisht në këtë event nderimi për një burr të lartë të kasniqes Malësisë Gjakovës e shumë më gjerë në gjithë atoret tonë anëtare si Avdi Rexha. Jeta e tij përket historisë së burrave e vlerat vendlinjës tonë, e cila do përcillet ndërbrëzni si shembull i njeriu adhetar, punëtor, familjar, komunitar, bartes i urtësisë e kodit zakonor shqiptar. Kam qenë i privilegjuar që jo vetëm e kam njohur dhe e kam pas mik, por në çdo iniciativë timen e kam pas përkrah dhe këshilltar një burr si Avdi Rexha. I jam mirënjohës si unë, por dhe gjithë ata që kanë njohur për sinqeritetin, fjalën e urtë, bujarinë, shpirtin e mirë dhe kontributin e tij për malësinë. Qofshi dhe nderofshi për jetë ju familjar shëmbullor që la pas, miqë dashamirë shumë në çdo cep të kombit. Burra të tillë janë lisa ku mërzon bornia, sojnia, adetaria dhe bujaria. Do të ftoj sekretarin e Këshillit Bashkisë të Tërpoj, Zotin Ergel Gjërgesa, t'ia dhuroj mirënjohjen Zotit Zmaj. Në shej respekti dhe kombesimi për këtë vlerë shumë të madhe për mua dhe gjithë trungin familjar të Avdi Rexhës, e përshëndes totalisht bashkinë e rrethit Tërpoj, njëkohësisht ju përshëndes të tonëve me që më dha rastin me fol, ju falenderoj shumë dhe do mundohem me çdo mënyrë me majtë këtë dekorat dhe këtë vlerë që na dhuroni ju sot dhe që na dhuron bashkia, ta majmë gjithmonë me nder. Ju falenderoj shumë të gjithëve që nga njohja si qytetar neri i bashkisë rrethit Tërpojës në vitin 1915 që ka qenë kryetar bashkie Zoti Besnik Hoxhdusha, se që ashtu i thonë ke dhe baba. Dhe përfitoj nga ky rast që t'ju përshëndes të tonëve edhe do na falni për ndoshta ju duket dikuj e vanume, po është e vanume, po për Avdi Rexhën më mërmenja si tishi ka rrini me kom lujt Valbonës që është 13 morë si janë bukur i ftoft, nuk do pishmanohi për një orë ose 2 orë qofse te i kalohet. Shka gjitur me ato që e thash, doja u kujtoj ju që të shlodhi i fije dhe të ne bëni halal për këtë vënes, thonë ke, bab, gjithmonë, prit se do të presin, duro se do të durojnë, jep se do të japin, fal se do të falin. Prandaj, do ne falni,
Të dashur pjesëmarrës, të nderuar vëllezër kosovar, të nderuar intelektualë dhe misionarë të misionit pajtimit mbarkombëtar, të dashur vëllezër dhe motra miqnipa e mbesa të ardhur nga diaspora. Është një ditë shumë emocionuese, por edhe frymëzuese për neve. Emocionuese është sepse po i kujtohet 100 vjetor e lindjes, ku në këto 100 vite jetoj 95 vite. Që nga mosha 3 vjeçare fillon vujtjet e tij, i cili mbeti jetim pa non. Ku më mirë jetë ati përshkruhet në librin Njeriu që jeton edhe pas vdekjes nga autori i nderuar dhe i talentuar Esad Bytyqi. Njëkohësisht, është shumë frymëzuese, sepse ardhja juaj në këto 5 evenemente si 100 vjetor i lindjes, 5 vjetor i vdekjes, 10 vjetor i shpalljes qytetar nderi, promovimi i librit, zbulimi i bustit të babës tonë. Të nderuar pjesëmarrës, shpirti, zemra dhe vullneti im kanë shumë për të thënë. Si për babën tonë, por edhe për juve që keni sakrifikue për të nderuar me babën tuaj. Kjo është arsyeja që bashkë me juve na inkurajon dhe na frymëzon ky gjest bujarie dhe burrërie. Por për arsye kohe, po mbylli me urimet tona më të përzemërta për juve, u akthefshim për gëzimin në trojet tuaja. Ju faleminderit. Për Avdirexhën me folni një fjalë nuk mundën na me avon hakun. U fol fjalë mira, po që në fasin e bartën para folësit, Avdirexha në tjetë në vërtet i shala, të lumëtën që e kanë të njerëzit se kanë shku ma tjetë. Avdirexha ka kënë një misionar i squar, një trim ndava, një burë që ka zbatua kanunin e lektukazinit, një burë që ka me lezhulpanin me 2 maje, jo me i maje me thërë tjetërin, edhe Avdirexha të tjesë një pavdekshim për misionin tonë malë komtar. Ky mërë pjesë jushën Kosovë dhe në fund Shqipërisë. Mërë pjesë në zonën edukazinit me Gjerakën, me Franshullanin, me Tom Zefin, me Zef Sokolin, me Node Demhillin, e me burrat edukazinit me Zef Sokolin, e me Franmarashin, shumë për e tyre të kanë vdek, ka lanë një mres të kujtueshme për barazat që vinë Avdirexha në zonën e Shkodrës, edhe në Shqipërisë. Falënderoj familjen që na kanë ftuar sot në këtë mbledhje, edhe pa harruar kjo është mbledhje për gjithë dhe jena këtu. Do të mahet me mend për shumë vite. Avdirexha falënderoj për familjen e mirë që ka rritë e ka edukue, si merr shembull ton Malsia Gjokovës për çfarë familje ka lënë. Familja Avdirexhës ka një kujtim, ka një pasoni pa thyer me kurr, e cila ja ka lënë kësaj familje të Avdirexha me punën e mesjelljen e tij që ka bërë. Kështu si e falënderoj familjen e tij, juroj jetë gjatë, juroj suksese, edhe Smail Avdia është një misionar mas Avdirexhës si do të majnë detyrën që ka pas i ati me Breza edhe me pajtimin kombëtar shqiptar. Ju falënderoj gjithëve. Reke Malsia këtu. Ja tham një fjallë. E kom pyet një pret. Zotni, thonë na. Edhe kom pyet. Çka është kjo, zotni? Pa përshka e kam pyet. Tha që zhënjë njën që është një shajt. Një shajt nuk ka pa shajt një. Shajt nët, atë një se një shajt në kokë. Që ka s'jallë ka? Tunga tjeta juaj, unë jam Rustem Gjoqaj, përfaqësues i shoqës për një politik dhe ekstropoj. Jena mbledh sot këtu për të kujtu Avdirexhën. Tropoja është një treve vogël, për kanë djerë burra me i dëllë zot historisë kombit. Prej të Haxhizeka e dikterit të doktori kombit, me i dëllë zot tropojës. Nër këta burra futet edhe Avdirexha. Nër këta burra hen edhe Avdirexha.
Abdi Rexha, si kur t'ishte gjallë, do të më thoshte, se më ka thonë, tha, mos ma zbehni meje. Ju ma botë Abdi Rexhen, 45 vjetë Abdi Rexha ka najtë dhëmë për dhëmë me rendin komunist stepave të Rusisë. Abdi Rexha, edhe po t'ishte gjallë sot, do të në thoshte, o burra, kam vujt shumë në atë regjim të ndyrë stepave të Rusisë. Edhe po t'ishte gjallë sot, do të në thoshte, bashkohu një bashkë, sepse kem një poshtërsi për para, mos i merë një vesh ignoranta që ka thonë. Përballë një regjimi të ndyrë jena edhe sot, e të përballojmë e bashkë. Zoti ju be koft, Zoti të nërovë, zmaj lavdia familjen tonë. Faleminderit. Për 100 vite me te, sepse personaliteti i ti është model i njeriut. Burnis, bujaris dhe shqiptaris. Unë do të përshëndes ju të pranisht me familjen me respekt lartë ndaj jetës dhe veprës Baci Tavdi, me fyllin e migjës qerim nga Sfirca e Medvegjës.